që mund të sulmojnë, bile organizohen dhe fëmijë të gjujnë me gur kur shkon të rrugës. Po të duash paqen, të bashkojnë me krimin. Po të duash familjen, të japin burgimin. Po kërkove rregullin, të japin kukudhin, e po deshe Zotin, të japin të paudhin. Po kërkove bukën, të japin urin, e po kërkove jetën, të japin patërdim. Po kërkove nderin, të japin laftarin. Po kërkove shokun, të japin pabesim. Po kërkove besën, të japin tradhtim. Po kërkove mëshirën, të japin gjaksim. Po kërkove njeriun, të japin kafshërin. Po të jesh shenjtor, të bashkojnë me qenerin. Po kërkove dritën, të japin errësirën. Po deshe shijen, të japin të vështirën. Po kërkove dhimbjen, të japin acarimin. Po të duash paqen, të bashkojnë me krimin. Po të duash familjen, të japin burgimin. Po kërkove Zotin, të japin të paudhin. Perandoria Osmane i dha mundësi Sultan Abdulhamidit, i cili i përkrahur nga fuqitë e mëdha për të mos ndryshuar kufit, ushtroi presion të rrept ushtarak për të shuar çdo lëvizje kombëtare për liri dhe pavarësi. Jo vetëm kaq, por ata bën përpjekje për osmanizimin e muslimanëve shqiptar, duke i lënë dorë të lirë patriarkanës së Stambollit për greqizimin e banorëve ortodoks. Në këtë mënyrë, lëvizja patriotike shqiptare u vu në ndrysni të fortë, saqë nuk arriti të fitojë të drejtën për mësimin e gjuhës shqipe. Edhe Tirana në këtë kohë ishte përfshirë në lëvizjen e rilindësve, të përfaqësuar nga intelektualët e saj, por pamundur të organizohej për fitimin e të drejtave për liri dhe pavarësi. Hafiz Dalliu, që i përket brezit të fundit të rilindësve, tregon se lëvizja patriotike në Tiranë dhe mësimi i shkrimit shqip bëhej fshehurazi. Sipas historianit Kristof Rashri, në Tiranën e vitit 1896, kishte gjithsej 3 shkolla fillore dhe një shkollë rushdie, si dhe nga një shkollë fillore në fshatrat Petrel, Mullet, Fark, Shupal, kurse në Mbar Kazan kishte gjithsej 5 shkolla kuranore për vajza, secila me shumë pak nxënës. 2 vjet më vonë, në vitin 1898, në të gjitha shkollat e qytetit të Tiranës, kishte 172 nxënës. Historia e gjatë e popullit shqiptar është e mbushur plot e përplot me veprimtari vetmohuese për liri, për vëllazërim dhe për progres të gjithanshëm shoqëror. Emisioni Autokton është pozicionuar pikërisht në këtë rrugicë të Tiranës, e cila është e shtruar në kaldrëm. Si të paktat rrugica në kryeqytet të cilat ruajnë identitetin e tyre. Jemi pozicionuar te kjo rrugicë sepse kjo rrugicë mban emrin e personazhit që do të trajtojmë ditën e sotme në Autokton. Një dokumentar kushtuar figurës dhe veprës së një personaliteti, teologu, shkrimtari, publicisti, eseisti, i cili la gjurmët e tij jo vetëm në Tiranë, aty në qytetin e tij të lindjes, por në të gjithë Shqipërinë. Bëhet fjalë për Hafiz Ibrahim Dalliu. Jemi shumë afër shkollës së medresës, pikërisht ku është ndërtuar dhe një shtatore e figurës së tij, një shtatore e cila është nga më të paktat vepra që mund t'i kushtohet figurës së tij. Por
për ta lartësuar veprën dhe figurën e tij nuk do të mjaftonte një dokumentar, sepse vepra e tij është jetësuar tashmë tek të gjithë ata historian apo studiues të veprës së tij. Hafiz Ibrahim Dalliu nuk ishte vetëm një personazh i cili kishte dhënë kontributin e tij në atë që ne e quajmë, le të themi, feja asaj kohe, dhe si ishte hapur apo përhapur kjo fe tek brezat apo tek qyteti vet, i cili ishte në kushte të vështira politike. Hafizi ishte një qytetar i Tiranës i cili mori këtë emër për shkak të titullit që ju dha në Stamboll për shkollimin e tij rreth fesë. Hafiz ishte një titull, emri i tij vërtet është Ibrahim Dalliu, por sot në publik ka njihet Hafiz Ibrahim Dalliu, një ndër personazhet kryesor të hapjes së shkollës së parë të vajzave në Tiranë. Edhe pse me një vështirësi të jashtëzakonshme, i kritikuar deri aty sa kishte arritur që për shkak të vizionit dhe përhapjes së dijes së tij në qytet të ishte qelluar edhe me gur për ta poshtëruar, për ta ulur dhe për ta denigruar figurën e tij, për të mos përhapur më tej dijen apo atë vizion që ai kishte, le të themi, fituar me anë të shkollimit në Stamboll. Hafiz Ibrahim Dalliu lindi në Tiranë më 1878 në një familje me tradita fetare, të etur për dije dhe kulturë. I ati Hafiz Dalliut, Hafiz Mustafai, u kujdes në mënyrë të veçantë për edukimin e fëmijëve të tij. I ati Mustafai dhe dy vëllezërit Hysniu dhe Aliu kanë qenë klerik të njohur me tituj Haxhi dhe Hafiz. Që i vogël dalloi për një zgjuarsi natyrale dhe vullnet për të mësuar qysh në shkollën fillore. Mbasi mbaron me rezultate të mira, vazhdon shkollën e mesme Rushdie. Tu dallohet prirja e tij për letërsinë dhe gjuhën shqipe, për poezinë dhe prozën, që u bën bazat për aktivitetin e mëvonshëm të tij si publicist letrar. Ai u shqua që në këtë moshë edhe për formim shkencor, gjë që ndihmoi të interpretoj nga ana shkencore ajetet kuranore. Është një figurë e madhe, ashtu siç e keni përshkruar edhe ju në librin tuaj, por Hafizi erdhi dhe lindi në një familje të madhe patriotike që e kishin përkrahur dhe donin shumë artin dhe kulturën, edhe pse kushtet asaj kohe politike, ekonomike ishin shumë të vështira. Le ta nisim pikërisht se ku lindi Hafizi, kush ishin prindrit e tij dhe si u zhvillua jeta e tij fëmijënore. Po, babai i tij ka qenë Mustafa Dalliu. Ai ishte idealitetin që për studimin në Turqi, në Stamboll. Duke parë tek Ibrahimi i vogël, prirjet, intelektin për oratori, mendoj që ta çoj për studim në Stamboll. Dhe e çoj tek vllai ti, domethënë këtë djalë i madh, Hysniu. Atje ai u njoft sigurisht, mos i kishte marru këtu shkollën fillore dhe Rushdien, sa atëherë Tirana vetëm 3 shkolla kishte fillore, 3 shkolla, edhe shkollë të mesme që është një Rushdie, që përndet dhe vend fetare. Pastaj pas i moroj këte, ai komplet e dërgoj në shkollë të lartë në Stamboll. Atje ai me të vllajt pranë kontakt dhe me rinjtë e parë. Asaj kohe, ai lindi në vitin 1878. Po. Asaj kohe kishin filluar të pozicionoheshin ose të dalloheshin familjet e mëdha tiranëse? Po, sigurisht. Përmendë më shumë toptanët që mbajun më të përmendur, po që ishin dhe për krahas dhe mbështetës të lëvizjes që bështë atëherë për gjuhën shqipe, për shkollat shqipe, për pavarësi, dhe më dhe për përhapjet e këtyre. Edhe këto ishin dhe i gjetë mbështetje tek toptanët që gjetë, veçanërisht Murat Toptani. Veçanërisht Murat Toptani. Murat Toptani sepse ai pastaj mamon e merr këtë edhe hap shkollën në shtëpinë e tij. Murat Toptani në shkollën e vet, po. Edhe kjo që e favorshme për të, ai nuk erdhi si teolog këtu, më i herë u enkuadru
në shkollën e parë shqipe, në Filipa Shikun, se shkollë u hapë në 8 janar të 7. Kjo këthyn 91, dhe me i herë në mësus i shkollës në Filipa Shikun. Pra, pasi mbaroi Rushdien, Po. ai u largua në Stamboll. Stamboll, po. Aty u mbështet nga vllai Po, të Japit. Prisniu, po. Aty ai u shkollua. Vllai i tij, Vllai i tij. vllai i tij. Aty ai filloi të shkollohet. U shkollu, po, patjetër, u shkollu në universitet. Largimi nga të dheu për studimet e larta në Stamboll shkaktoi dhimbje dhe mall tek ai për vendin dhe familjen e tij. Kjo dashuri dhe ky mall do të ishin për të motivi frymëzues, që e rriti për të brumosur me një kulturë të gjerë, për t'i shërbyer atë dheut dhe fesë me të gjitha forcat dhe aftësitë e tij. Kur Hafiz Dalliu ishte me studime në Stamboll, Perandoria Osmane po përjetonte një krizë të papar në të gjitha aspektet e saj, si politike, ushtarake, ekonomike, ashtu edhe kulturore dhe fetare. Lëvizja për çlirim kombëtar pësoi një farënie si rezultat i masave të repta që mori reaksioni i Sultan Abdul Hamidit për të shtypur çdo ide të lëvizjes kombëtare shqiptare, dhe sidomos ide të lëvizjes shqiptare të themeluar në Prizren. Nga ana tjetër, dhe fuqitë e mëdha luanin në prapasken në kurrizë të popullit shqiptar dhe shikonin me dyshim çdo lëvizje kombëtare që ndodhte në Ballkan. Në këto rrethana, patriotët shqiptar si brenda dhe jashtë vendit nuk e ndërprejnë për asnjë rast punën e tyre në shërbim të lëvizjes kombëtare, për organizimin e saj, duke orientuar kryesisht në ngjalljen e traditave të shquara luftarake të popullit tonë, në ngritjen e shkollave shqipe, në zgjimin dhe formimin e ndërgjegjes kombëtare për të përgatitur për betejat e ardhshme. Lëvizja e rilindësve, e nisur që nga Stambolli, nxiti lëvizjen kombëtare në Shqipëri për të mos u pajtuar me gjendjen e rëndë që kishte krijuar qeveria turke, e cila vetëm kishte vjel taksa, por nuk kishte investuar asgjë në dobi të shqiptarëve. Turqit, Osmanët, pa të fut frymën që vajzat duhet të bëjnë shkollë. Edhe ky shqiptolog, atëherë thithë vajzat, domethënë, shumë. Le themi u dha mundësinë familjeve që donin të Po, shkollohen. që donin të shkollojnë, po patjetër dhe krijoi me vajzat vetë domethënë. Atë edhe më vonë pastaj filluan fanatikët fetarë ta gjërmojnë sepse po hap Shqipen që është e këtaore, domethënë e atyre të papeve. Filluan ta sulmonin. Po, filluan ta sulmojnë, bile organizohen dhe fëmijë ta gjujnë me gurë kur shkojnë te rrugës. Kaq keq. Kaq po. Ata ndisin sulmojnë. ata? Po, shumë. Nuk e deshën, pra që fryma që i pat ky, shumë kohë ato pat ky, që s'do të shkollohen vajzat. Edhe këtë detyrohet pastaj mos një vitit të largohet. Të largohet dhe të merret, të merë morat tapton e hapën në veçanti shkolla për të prapë gjuhën shqipe. Ndërsa me arën e Xhan Turqi në 1908, atëherë ky e morëm përsëri mësues, sepse ato e lejun në parim, po në vërtet nuk e majtën premtimin. Ato edhe përsëri filloi sulmi. Ky përsëri u fut në shkollë dhe pa 8 vajza. Ku e zhvilloni mësimin asaj Ato ka qenë shkolla sot ku është shkolla e Servete Maçe. Pikërisht aty në Aty ka qenë, na E një nga ato ishte edhe Servete Maçi. Po, aty 3 vajza kanë qenë, një kullishi, e bajme, edhe një tjetër. Pra, të 3 vajza që dolën mësuese. Një nga këto mori edhe emrin shkolla, sigurisht. Servete Maçe, që ekziston sot në di. Familja e Hafizit, ku jetonte asaj kohe? Ai ka qenë më lart tek Selvia, po nga 200 metra më lart në drejtim të Ajtit, ka pas një anë dhe një shtëpi private aty. Me çartim, Po me çarpi, me tjeglla, ashtu të thjeshtë. Sa familje e madhe ishte familja Hafizit? Nuk kishte familje, dhe një fëmijë pa të smorë, nuk patë, e shoqja i patë vdek, me thënë ky ka jetu pothuajse
mendimin të lagjet që kishin aty dhe e kanë bërtet kur nga apër, nuk pati atë dojtë. Ai u formua si teolog, duke marrë edhe titullin e lartë Hafiz i Kuranit. Ai mësoi mirë gjuhët turqisht, arabisht dhe persisht. Në shoqërinë e vëllait më të madh Hysniut, që studionte në Stamboll, Hafizi u njoh me rilindësit dhe veprat e tyre, të cilët punonin pa u lodhur për zgjimin e vetëdijes kombëtare të popullit shqiptar. Ata nuk reshtënin duke u dërguar memorandume, mesazhe dhe letra dërguar fuqive të mëdha të Evropës për të mbrojtur gjuhën amtare, të drejtën për arsimim në gjuhën shqipe, si dhe për liri dhe pavarësi. U kthyen atë në vitin 1901. Këtu, ai u përvesh me një herë punës për të vënë jetë ato ide të lëvizjes në drejtim të zgjimit kombëtar dhe mësimit të gjuhës shqipe. Ai fitoi respekt dhe dashuri tek patriotët Tiranas dhe u përfshi në grupin e intelektualëve, duke u bërë edhe mësues i parë i shkollës së vajzave me Filip Pashikun, duke qenë me veshjen e klerikut. Në këtë shkollë, filloi në vitin 1902-1903 dhe nga presioni i jashtëm e ndërpreu punën për të rikthyer përsëri në vitin 1908. Në punën e tij si mësues i vajzave, pati reagime fanatikësh. Përguximi i prindërve dhe i 86 vajzave bëri që të dalin edhe mësueset e para, Servete Maçi, Sabrie Haxhi Mehmeti dhe Atlie Mytesin Këlliçi. Në vitin 1902, e gjejmë bashkëpunëtor me Filip Pashikun në hapjen e shkollave shqipe në Tiranë. Duke vazhduar deri në fund të vitit 1903, kur këtë shkolla u mbyllën. Edhe se u mbyllën shkollat legale, Hafizi vazhdoi të njëjtin aktivitet në mënyrë ilegale, duke drejtuar kurse të gjuhës shqipe në familjet e qytetarëve të Tiranës, si kurset në familjen e Murat Toptanit, për të rifilluar përsëri këtë aktivitet në mënyrë legale në vitin 1908. Në vitin 1908, së bashku me patriotët Refik Toptani, Mahmud Fortuzi, Hysni Dalliu dhe shumë të tjerë, themeloi në Tiranë klubin patriotik Bashkimi, si mjet për të realizuar dhe mbrojtur të drejtat kombëtare. Ky klub ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në përhapjen dhe fuqizimin e lëvizjes patriotike për pavarësi kombëtare dhe në luftën për përhapjen e shkollave dhe mësimin e gjuhës shqipe. Klubi Bashkimi u hap nën patronazhin e klubit të manastirit dhe kishte një aktivitet shumë të gjerë. Lidhur me veprimtarinë e klubit Bashkimi dhe ndikimin që kjo veprimtari pati në ngjarjet patriotike të asaj periudhe. Hafiz Dalliu më vonë do të shkruante që prej asaj kohe është mbjell fare e urueshme e shqiptarizmës në Tiranë dhe ka zënë rrënjë në zemrat e tiranasve. Hafizi ishte shumë aktiv në përgatitjen e kongresit të manastirit dhe zbatimin e vendimeve të tij. Ai ka theksuar në shkrimet e tij rëndësinë e këtij kongresi në historinë e kombit tonë, në luftën për mbrojtjen dhe zhvillimin e gjuhës amtare, duke quajtur atë Kongresi i Alfabetit. Në frymën e kongresit të manastirit dhe për zbatimin e vendimeve të tij, u mendua të mblidhej një kongres kombëtar për të diskutuar mbi zhvillimin dhe përhapjen e mësimit të gjuhës shqipe. Për këtë arsye, në datat 2 deri në 9 shtator 1909, zhvilloi punimet Kongresi i Elbasanit, në të cilin morën pjesë 35 delegatë si përfaqësues të gjithë shoqatave patriotike shqiptare, brenda ose jashtë vendit. Këtu mori pjesë edhe një delegacion nga qyteti i Tiranës që kryesoi nga Refik Toptani, në të cilin merrte pjesë edhe Hafiz Dalliu. Kongresi, në zbatim të vendimeve të Kongresit të Manastirit, aprovoi alfabetin latin të gjuhës shqipe dhe vendosi hapjen e shkollës normale në Elbasan për përgatitjen e kuadrove mësues që do të shërbenin për mësimin e gjuhës në gjithë trepat e banuara nga shqiptarët.
Në zbatim të vendimeve të Kongresit të Elbasanit, më 2 dhjetor 1909 u hap Shkolla Normale në Elbasan, me drejtor Luigi Gurakushin dhe në trupin mësimor pedagogjik për krah Aleksandr Gjuvanit, Simon Shuteriqit, Sotir Peçit e të tjerë. Në 1909 u bë Kongresi i Elbasanit, ty që pjesëmarrës në Kongresin e Elbasanit, aty u vendos që të hapesh normale e Elbasanit. Drejtor Luigi Gurakuqi dhe përfaqësues Aleksandr Gjovani, edhe dalliu mësues bashkë me këto. Po, të shkëput. Pra u bë pjesë e stafit. Pjesë e stafit normale të Elbasanit. Dhe të sigurisht për tërheqjen e vajzave në së mësuesve. Për sa periudhë qëndroi aty? Aty në 1910-ën, mos u propagandu figura e tij që bëvonte punë të madhe për tërheqjen e vajzave, për liberalizimin edhe për shkollimin e tij. Atëherë një presion Turkut Pasha me ushtri erdhi të sulmu, gjithë ato degët që po hapa Shqipja, edhe fshehurse në vende veçanta, edhe publikisht që ishte është sot serbet e maqe. Në arë të ky, i kanë pa libra, që janë të libra. Që i mbante? Po, që i mbante, po. Edhe e kanë arrestu, e kanë torturu, aty në sytë njerëz e kanë tërheqë zvarë, dhe e kanë qenë në gjykatë ushtarake në Elbasan. Është dënuar 10 vjet. Të ne shumë një vit Hasan Prishtina, që të deputet të ri, a i kanë ndikoj që Hafizi të lirohesh. Por Hafiz Ibrahim Dalliu, në vitet 1910, e gjejmë të angazhuar me armë në dorë në çetën atëdhetare që drejtohej nga Abdi Bey Toptani, e cila kreu veprime luftarake në Kruj dhe rrethinat e saj. Bëhet fjalë për një nga figurat më të njohura të historisë shqiptare dhe sidomos të historisë shqiptare moderne, ku vetë Hafiz Ibrahim Dalliu lindi në një ambient fetar familjar dhe pastaj në një moment në fund të shekullit 19 në një ambient si Tirana, e cila ka pas një qytetërim në atë kohë dhe ka qenë shumë e zhvilluar në aspektin kulturor, fetar edhe tradicional, sepse ka pasur çashinë e vjetër, ka pasur hanet, ka pasur ura edhe tjera. Ka pas një ambient qytetëror dhe trashëgimor, do thotë ka pas një trashëgi pasur, e cila i ka dhënë dhe vetë Hafizit mundësinë që në këtë ambient që ka jetuar të zhvilloj dhe letërsinë e vetë krahas asaj që ka qenë një figurë fetare, duke qenë dhe titulli që ka marrë gjatë studimeve Hafiz, i cili do të thotë ai që di Kur'anin përmendsh të plot në gjuhën arabe origjinalen, dhe krahas studimeve fetare ky ka pasur dhe aftësi të tjera, duke filluar edhe atë dashurisë, që ka bërë një libër Patriotizma në Tiranë, duke qenë edhe një letrar i mirëfillt, sepse ka botuar disa prej veprave, të cilat unë i kam marrë me vete dhe quhet Dokra Hini, Grenxat e kuqe të Tiranës dhe një ëndër ime, të përgatitura nga një tiranas tjetër me emrin Petrit Kursi, i cili ka ndruar jetë. Dhe ka qenë dikush që është marrë me studimet e Hafizit Ibrahim Dalliut. Zoti Ermal, unë e thash në krye të herës që jemi pozicionuar në një rrugicë e cila është një nga të paktat rrugica në kryeqytet që ruan origjinalitetin, pra gurin, kaldrëmin, siç mund ta quajmë. Pse ka ndodhur ky transformim me Tiranën dhe pse nuk e kemi ruajtur ne gjenezën, historinë, trashëgimin tonë kulturore? Kemi monumente, patjetër, por nuk ka atë volum që ka pasur dikur, pra kemi shumë shtëpi të vjetra të cilat janë zhdukur. Ambienti ku erdhëm për të bërë këtë intervistë të shkurtër është një nga rrugët e vetme të mbetura me kaldrëm, për cilën unë kam bërë edhe një shkrim të veçantë, Kaldrëmet e Tiranës, trashëgimia orientale në zhdukje. Dhe ky ambient, jo vetëm ku jemi, por shumica e Tiranës ka qenë tillë me kaldrëme, qoftë edhe qendra e Tiranës së sotme, që është mbuluar me asfalt. Edhe nëse shikoni fotot e vjetra të Tiranës, do të shikoni se të gjitha janë të rrethuara me kaldrëme. Afër kemi edhe medresën e Tiranës, e cila është themeluar në vitin 1123, ndërkohë pak më poshtë kemi edhe shtëpinë e të ndirit Hafiz Ibrahim Dalliu, e cila
por fatkeq është prishur, ku ka qenë një grumbull shtëpisë së vjetë të Tiranase dhe aty është ndërtuar një ndërtesë të rruga e Dibës. Servete Maçi. Pak më poshtë gjendet për trashëgiminë e veprës së Hafizit Bendalliut, gjendet e shkolla Servete Maçi, e cila ka qenë një nga nxënësat e para nxirra nga shkolla e femrave, të cilën e themeloi dhe hapi Hafizi Bendalliu, që edhe ajo ndërtesë për fatkeq është prishur për të bërë në një fushë momentalisht. Më vonë, aktivizohet në lëvizjen për liri dhe pavarësi, duke marrë pjesë në çetën e Sarisaltikut të Krujës. Ai ishte prezent në ceremoninë e ngritjes së flamurit nga patriotët e Tiranës më 26 nëntor 1912, 2 ditë para shpalljes së pavarësisë nga Ismail Qemali në Vlorë. Hafiz Dalliu, pas ceremonisë së shpalljes së pavarësisë në Tiranë, është autori kryesor i përgatitjes së një letër proteste dërguar forcave ushtarake serbe që ndodheshin në zonën meridindore të Shqipërisë dhe përgatiteshin të mësynin Tiranën, duke i vënë në dieni se Tirana kishte shpallur pavarësinë dhe ishte e gatshme ta mbronte me çdo çmim. Sa familjet vjetra ose familje autoktone mund të ketë pasur Tirana diku? Ka pasur dikur për cilat Hafizi Bendalliu ka përmendur te libri Patriotizmi në Tiranë, disa nga familjet ose nga fëmijët, nga meshkujt e familjeve të vjetë tiranase, të cilat kanë dhënë kontribue për çështjen kombëtare, për çlirimin e Tiranës, për pavarësinë e saj, për ngritjen e flamurit në Tiranë, për marrëdhënien që ka pasur me figurat zyrtare si familja Toptani, me Refik Toptanin dhe Esat Toptanin, dhe pastaj edhe për luftën që kanë shkuar shqiptarët nga Tirana për në Kosovë kundër serbëve, në fillim të shekullit 20. Dhe te Patriotizmi në Tiranë është një libër ku ai ka përmendur disa nga emrat e djemve të familjeve më të mëdha të Tiranës dhe më të njohura të asaj kohe, sepse di që Tirana është ndërtuar me një grumbull të madh dhejesh, do thotë ka pasur dyqane të pafundme te çarshia vjetër, që sot është gropa e Din Sedis, që i themi, mbas bibliotekës kombëtare. Aty ka qenë pjesa më e rëndësishme e Tiranës dhe aty ka pasur edhe objekte të ndryshme dhejesh që ishin të mbajtura nga vetë familjet e Tiranës. Do thotë, secila familje, Hafizi ka përmendur te libri Patriotizmi në Tiranë, i ka përmendur për kontributin që kanë dhënë dhe për luftën ndaj serbëve në fillim të shekullit 20. Gjatë periudhës së sundimit të mbretit të Zog, është marrë kryesisht me studime në fushën e fesë islame, duke bërë komente, duke përkthyer, zbërthyer dhe interpretuar libra të shenjtë si Kurani, si dhe veprat personaliteteve të shquara islame. Po ashtu ka bërë edhe studime në fushën e islamit që përbën kontribut të tij personal në këtë fushë. Në veprat fetare do të përmendim përkthimin e parë të Kuranit në Ballkan, do të thotë edhe në gjuhën shqipe, edhe për te gjuhës bosnjake, në Ballkan edhe në Greqi është përkthimi i parë i bërë nga një vendas. Dhe Hafizi Bendalliu e përktheu në gjuhën shqipe deri te një nga surat e Kuranit, një nga kapitujt e Kuranit. Pse kjo qasje? Kjo sepse ishte një nevojë kohë, se patjetërsueshme për shkak se populli shqiptar ishte mësuar me gjuhën osmane dhe me gjuhën arabe që ishin gjuhë të fesë, por nuk ishte në gjuhën e sotme shqipe, letrare, me shkronja latine, nuk ishte një vepër të mirëfill të botimit të Kuranit, të librit të shenjtë të tyre. Dhe prandaj Hafizi e ndërmori këtë nisëm, duke përkthyer nga origjinali i gjuhës arabe, duke përkthyer në gjuhën shqipe, por nuk arriti ta botonte të gjithë plot si Kurani, por një pjesë të madhe të atij të librit. Dhe përtej kësaj ka një libër tjetër, Jeta e Profetit Muhammed, që është një historike e asaj, për të vazhduar të libra letrare, ku është Grenzat e kuqe të Tiranës, të cilën e botoi gjatë kohës së ishte ardhja e komunizmit, sepse ky vujti shumë komunizëm, pati edhe burgosje, u rraf edhe nga diktator. Pas luftës, e gjejmë antar të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë për aftësitë dhe kontributin e tij në fushën e letërsisë.
Pra, gjatë jetës së tij nuk arriti dot ta përfundoi përkthimin e Kuranit të Madhëruar, as ta botoi sa ishte gjallë, sepse komuniteti musliman edhe ai u mbyll nga sistemi komunist, si institucioni më i madh i muslimanëve shqiptar në atë kohë, dhe duke qenë se ishte pamundur të zhvillojë literatura islame në gjuhën shqipe, ku një prej tyre ishin dhe veprat e Hafiz Ibrahim Dalliut, krahas përkthimit të Kuranit, krahas veprat të tjera fetare, krahas dhe lehtësisë së tij që kishte krijuar gjatë asaj kohe. Do thotë ishte një pamundësi për të botuar në ato. Por do thonë diçka, se me ardhin e demokracisë, disa nga njerëzit që kanë pasur botimet e vjetra, i kanë grumbulluar dhe disa i kanë grumbulluar, siç kam qenë dhe unë si orientalist i studios, kam kërkuar në për banesat vjetë Tiranës ose vendeve të tjera. Nga njerëz të jetuar të kohës. Pikërisht, që kanë qenë gjallë në atë kohë dhe kanë mbledhur literaturën ku kanë qenë edhe disa një grumbull i veprat të Hafiz Ibrahim Dalliut dhe pata fatin që i kam mbledhur sepse në vitin 2012 zhvillohet dhe një ekspozit me dëshkrimet e vjetra, ku prezantohet dhe vëllimet e Hafiz Ibrahim Dalliut. Në Tiranë, Hafiz Dalliu u radhit ndër personalitetet politike dhe shoqërore më të mirë të kohës. Personaliteti i tij u formua nga një gërshetim i patriotit besimtar dhe i publicistit të njohur nga tiranasit e mëgjerë. Duke qenë në kontakte të vazhdueshme me toptanasit që ishin formuar si patriot, Hafiz Dalliu u njoh edhe me idetë e Konstantin Kristoforidit për gjuhën shqipe si mjet i rëndësishëm i edukimit me dashurinë për atë dheun. Hafizi vetë si autor, siç e përmenda, krahas si figurë fetare muslimane, islame, ka qenë edhe letrar, por edhe adhetar. Çfarë kuptimi, të cilën ky e ka transmetuar nëpërmjet botimit të librit Patriotizmi Antian, ku përmend përveç vetes së tij edhe mbjemrat edhe familjarët ose djemtë e disa familjeve tiranase, të cilët kanë luftuar për pavarësinë e Tiranës, edhe për pavarësinë nga Italia fashiste, edhe nga serbët në luftën e Kosovës në fillim të shekullit të 20. Do thotë ka treguar edhe dashurinë që kanë shprehur familjet e njohura të Tiranës. Si ka mundësi në një posturë të një burri të tillë, ishte kombinuar më së miri ndjenja patriotike me atë që ai kishte të bënte me ndjenjën fetare, sepse normalisht ai ishte edhe një njerëz që e shpërndante fen nëpërmjet, le të themi, ritualeve që ai mbante emrin apo atë titullin që gëzonte. Kështu që do thoja sepse është një parim i Islamit që vetë profeti Muhammed ka thënë një shprehje shumë bukur. Dashuria e Dheut vjen nga dashuria ndaj fesë. Do thotë ky është parimi i shoqërisë muslimane që çdo kush i çdo kombësie në botë, nëse njeh Zotin, ai e ka detyrë të dashurojë dhe veten e tij dhe popullin e tij dhe vendin e tij, por jo në aspektin nacionalist. Nacionalizëm do thotë që ti e dëshiron veten dhe e urren tjetër. Por a dhe dashuria do thotë që ne duam i do bashkëtesë ndërfetare, do bashkëtesë me grupe etnike ndërshme, por ti e do vendin tënd, sakrifikon për vendin tënd. Dhe pikërisht Hafizi ka bërë atë binomin fe dhe adhe i ka lidhur gjithmonë në jetën e tij, edhe në praktik si hoxh, edhe si mësues, edhe i brezave të ndryshëm, por edhe si adhetar i cili ka luftuar, por edhe si letrar i cili ka shkruar libra të ndryshëm. Dashuria për Tiranasit dhe vendin e tij e rendit Hafizin ndër patriotët me ide shumë përparimtare dhe demokratike. Ai ishte një adhetar i ndershëm që nuk e pranonte pushtuesin. Gjithmonë ishte i pakënaqur nga sistemi skllavërues, e për këtë është ndeshur me gërsinë dhe barbarizmat e tij. Hafiz Dalliu u bë promotor i lëvizjes kundër parrullave shqiptare si gjuha shqipe të bënd pa fe, të bënd të harrosh Zotin dhe pejgamberin. Gjatë interpretimit të ligjeve fetare në gjuhën shqipe, ai argumentonte se feja ka zbritur për të gjitha kombet dhe se përshtatet në gjuhën përkatëse të secilit. Duke bërë një paralelizëm me aktualitetin e sotëm, me atë çfarë bëhet sot në vendin tonë dhe me atë çfarë është bërë dikur dhe kontributi që ata lanë pas. A mund bëjmë një krahasim, një paralelizëm? Hafiz Ibrahim Dalliu do të përmendja një mesazh se ai ka qenë pjesë e një kohe sepse do të marrim rrethana në sin ka jetuar ai. Dhe për kohën që ka jetuar,
ai ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin kombëtar, dhe qoftë në aspektin letrar. Dhe këto kontribute që ai kishte të formuara dhe duke ecur edhe nga bazë parimet fetare që i japin rëndësi diturisë, prandaj ai ishte edhe hafiz, mësues i Kuranit, prandaj ishte mësues medrese, prandaj ka qenë dhe themeluesi i shkollës së vajzave, i shkollës së parë për vajza në Tiranë, ku edhe e ndjera se vete Maçi, emrin e shkollës së cilës e kemi në Tiranë, ka qenë nxënësja e parë dhe e talentuar që ja dalin nga duart e Hafizit Ibrahim Dalliu. Dhe edukimi ose binomi i një figure të tillë, feja dhe kombi, a dhe dashuria dhe letërsia, kanë qenë të tilla të bashkuara tek figura e Hafizit Ibrahim Dalliu, të cilës shoqëria jonë edhe rinia jonë sot duhet marrim mësime nga këto figura që i kemi trashëguar në popullin tonë. Në kuadër të kujtuarit të personazheve të kryeqytetit, që e deshën lirinë dhe dijen, autoriteti i dosjeve hedh dritë mbi Hafiz Ibrahim Dalliun, duke sjellë shembuj të dietarëve që ngërthyen dashurinë për vendin me atë për fen. Figurë madhore islame, këtë luftëtar trim të shqiptarizmës, këtë poet gojmjal të vargut shqip, gjithë secili në mënyrën e vet, do të arrijë vetëm duke njohur shkrimet e këtij mësuesi veteran. Shkruhet për të në botimin e Qendrës Shqiptare për Studime Orientale 2008. Hafiz Ibrahim Dalliu u nderua me titujt mësuesi i popullit dhe martiri i demokracisë. Dhe në prill të vitit 2016 me dekoratën Nderi i kombit pas vdekjes nga presidenti i Republikës me motivacionin për veprën e tij të shquar atletare si bashkëthemeluesi i klubit kulturor Bashkimi, për kontributin e pamohueshëm si pjesëmarrës në ngritjen e klamurit më 26 nëntor 1912 në Kongresin e Manastirit dhe atë të Elbasanit, për kontributin intelektual dhënë për harmoninë fetare dhe evidentuesi mirëfillt i vlerave dhe historisë së Trebës së Tiranës. Hafiz Ibrahim Dalliu mbetet një ndër personalitetet më të larta të gjysmës së parë të shekullit të shkuar, patriot, teolog dhe shkrimtar i shquar. Ka shku në burg, i kanë vendosë një dhome i prift, edhe i kanë ndëru kapelet. E priftet e kanë vënë këtin po, kokë. Për ta poshtruar? Po, për ta këtëj. E kam për nderi, ka thonë, kjo që dvesh, kapelet e këtës. Pra dhe këtu së është ti. Edhe këtu se ka... Jo. Ka ruajtur harmoninë me këtë po, sigurisht, ishte shumë, ma shumë. Ishte vizionar. Ishte vizionar dhe kështu ai pastaj këtu nga torturën dhe atë agosëmur tuberkulozë. Është torturuar profesor? Po, sigurisht. Me forma të ndryshme atë torturonin me anë. Në 88-ën lirohet nga burgu, vjen në shkollë mësues, ne dhe i vit po i rar shumë e parë. Fizikisht ishte e mundi smundja, mande i mjekër të shkurtër, shumë të bardhë. Se i ka bërë jetë 74 vjetë, shumë i ri. Po, i ri, ishte edhe kështu që majte fizikun e kishte, pra një për rarë, edhe në 52-shën përse ndrojet diqë, byle nuk deshen të bëjnë asë ceremoninë fetare, si shpëdhe, dhe më thënë, pushteti. Nuk deshen të bëjnë, se ishte sa për i dënoj, edhe ishte kundra. E u zhvillua ceremonia? Dem dërhemi. Ceremoninë e ka bërë Adem Dërhemi.